që thash ka bot 8.6, se në fundit, që është institucioni? është godina dhe individet, që ndryshe qashtë. Po, edhe veprimet që ndërmarrin. Edhe në nocionin ba shteti qashtë, toka dhe njerëzit. Kështu që me godinë numora, ta shi po merrem individet, se spaku nuk është shu, është gjë abstrakte. Jo, okej, mirë, nga aty janë 20 burra dhe gra, që bëjnë spakun, dhe janë 90 veta gjenë BKS. Dhe unë qanë di për individ veçantë, tyre do të merrem sepse moralisht njerëzit parimor duhet merren me emra konkret. Unë nuk mund të them që janë gjithë një lloj prokurorët e SPAK. Ose shaj siç e kanë shajt këta. Herë lëvdërojnë top tançe, herë shajnë top tançe kur u djeg dhe u vjen veza ke menderja atyre. Kur e shan Rama, këta hidhen në sulm. Kur shajnë vetë para dite. Ti e patë gjunë herë Metën kur ishte president, kishte belbzuar fjalë për krajen ja. Kur arrestu Meta tha i pa bes. Pra, njerëzit publik dhe që kanë përgjegjësi publike, politike, shtetërore, duhet flasin parimisht. Dhe unë nuk kam asgjë personale me këtë. E kuptoj, mirë, qëndrojmë pak edhe tek PD-ja. E kam me gjithë enveristët dhe ish hetues gjyqtar prokuror, fllitësirat e fund viteve 18-19, që s'ka lënë gjë pa bërë për shqiptarët, dhe që u katapultuan në majën e kësaj drejtësie të re. Kështu që nuk kam dieni për çfarë ka qenë Belindi. Sot ka qenë në një tjetër, më duket, Indrit Vokshi. Indrit Hoxha. M'fal, Hoxha. Po, për sekretari për diasporën, po. E njoh Indritin. Po. Dhe nuk di, nuk kam komunikim. Po mbase mund të kemi diçka që mund të dali në dritë më shumë për këtë dosje. Mirë, qëndrojmë pak te PD, se jemi në minutat e fundit. Protesta 24. Po puna është duhet me qëndru ke qeveria. Po, tani për qeveria, okej, po kjo është pyetja ime, si do rrëzohet qeveria me 24 janar? Ose pyetja më saktë është si do bjerë Rama se qeveria me opozita nuk është rrëzu dot deri tani. Duhet kërkoj opozita dërheqjen e Gysit, jo të Ramës, Rama ka ra. Po Gysi duhet rrëzohet, Gysi është kryeminist. Gysi duhet gjetur, duhet kthyer. Gysi këtu është vërdall, Leça thon këto ka ikë atje. Këtu në Shqipëri, brenda territorit. Biles tu afër fare. Është edhe në Tiranë. Pa, mësa do Tirana në Durrës, i qytet është po Tirana me Durrës. Okej. Leça thon këto ka ikë apo s'ka ikë. Pra duhet kërkohet dërheqja e Gysi. Gysi është kryeminist i një. Rama shërbëtori këtyre. E morin telefon të bashkëtet dhe heq atë, që është zvogluar dhe e përdorin si top futbolli, si lëmbëlyri. Këta, Gysi, Gesi, Visi, Pisi, Tisi, që ku ti dali, pysi më këta, e kam bëha atë se ashtu është bëj. Qa thoshe ditë mirë pushati? I këtë është dhe Ametet, saj Pisi që Ametet hajdut vetë. 1 miliard e 150 milion fondët tërmetit, ka bë shpije në Rogëzhin, ka vaj nuk ka ra tërmeti, a thut këtë kalu në ajer tërmeti nga Durrësin në Rogëzhin, si e me ndodhë jo? Ka bë shpije në Vilë Bështovë, kalush, ma tonë afër Peqinit, se ishte kryetari bashkisë, atje ishte i Ametet. Këj ka vajë si që i sasake i pëdes. Së ndani lekta që tash. Unë ti që tërmeti ikën tokë, nuk e se ikën këshu me... Si raketat e Putinit, e? Mirë po, do zgjidhi gjë protesta 24 janarit. Ku e njove thash që do përmjuse drama, nga unë apo nga Berisha? Jo, po, Berisha tha t'japi dorëheqjen, pra. E pra kjo është... Zdoj t'japi dorëheqjen. Gysi po kë. Rama, çfarë qeverie teknike? Çfarë qeverie teknike kur Rama i ka gjithë teknicien ministrat? Rama ka kohë që ka dhënë drejtë. Duhet ikë Gysi nga qeveria. Gysi, Gesi, Visi, Pisi, po ta them unë. Rama nuk është gjikun fare, ka ikë në Arabi. Po, tani se lexova një lajm që është dekoruar, sapo e sollën e tek informacioni, ka marrë edhe një çmim. Po, mos e pyet hall, po çdo çmimi ky ka hallën lekët. Po, është. Ja ta lexoj, nderohet nga presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed. Po, bin Zayed është. Po. Ata kush do të ishte? Ma me një delegacion të hershëm, 97-2000 ishte Gramoz Ruçi me zotin Gjana, që ishte kryetar grupi. Kush shkon atje ata i falin nga i orë Florini, bëjnë dekorata, kështu se e kanë si qef. Kështu që Ramën e kanë patë, Ramën e kanë dekoruar. Alabarin që e kanë dekoruar. Kështu që unë nuk them për demokratët dhe për ata që duhen dhe duhet jenë protest. Do shkosh me 24? Pa tjetër që do shkojnë çdo protest, unë nuk shkojnë faltore. Faltore. Po, protest shkoj. Prej 8 dhjetorit 19 në Partinë Demokratike, ka marrë vetë, nuk ka pru Partia Punës. Dhe nuk ka marrë as si shantari Partisë Punës, as si sigurimës. Por unë nuk gënjej, edhe 5 vite që kam qenë kryetari PD-s i Degës Lushës, kur s'ju thoja demokratëve lushjar, hajden protestë, do rrëzojmë qeverinë e nesër do jemi në pushtet. Kështu që ky është një gabim taktik i Berishës ose atyre që ja thon Berishës, që e ngajnë prej shprin kup qellit, vjen 2 orë në bulevard në atë ftoft dhe jetë prapë. Dje 10 minuta qëndruan. Dje nuk e di pse veti qëndrojnë atje kot, ajo është një déjà vu.
Gja e parë... Zotë hënë e kemi parë. Atë që duhet flasin çdo të në kuvend, s'kam pse të na e thonë edhe ne aty. Pa e thonë një tjetër se aty s'ka as rob më. E kuptoj. Janë po 20 deputet. Kështu që protesta është mision fisnik i çdo opozite të përgjegjshme. Do të shohim se çfarë do ndodhi me 24. Por nuk ikën Rama nga protestat. Edhe kjo qeveria teknike është shashk për mua. Qeveri teknike në 35 vite Marcel janë bërë vetëm kur ka pas konsensus për SPD. Nëse këta ka në konsensus me Rama, nëse me Gysin, të na e thonë. Se dim, nuk na i thonë të gjitha, ne mundohemi të bëjmë analizat tona edhe për ato që lexojmë. Kështu që prisni dhe 2-3 ditë, Marcel, që mund të thirrë. Po pra, ma që nisje do ketë lajme. Shpresojmë që të ketë lajme të mira. Mund të thirrë edhe të tjerë në spak. Vërtet. Që të dalin e të zbardhet edhe kjo për çau thirr ky i pari. Do shohim. Faleminderit zoti Murizi që ishit në frontline kënaqësi si çdo herë. Edhe unë të falenderoj për ftesën. Faleminderit. Faleminderit.